Kandidati për kryetar të komunës së Gostivarit nga Vlen Nevzat Bejta në një konferencë për shtyp ka akuzuar ish pushtetin lokal për keqpërdorime financiare, duke pretenduar se rreth 550.000 euro janë paguar për pagat të punonjësve, të cilët sipas tij nuk kanë shkuar fare në punë. Bejta deklaroi se këto pagesa janë realizuar përmes një agjencioni ndërmjetësimi për punësim, duke mundësuar, siç tha ai, që personat të caktuar të marrin paga pa kryer obligimet e tyre të punës. Nëpërmjet agjencionit për punësimet e përkohshme, çdo vit ju kanë paguar mbi 550.000 euro. Do me thonë, me miliona euro kanë shkuar për militantët partijak, ata të bëjmë propagandë për Aleancën Shqiptare, propagandë për Karavarin dhe vazhdojnë me propagandën për Valbon Limani. Militantët e partisë kanë ndetur në shtëpi, kanë shëtitur, duke harxuar parat e qytetarëve të Gostivarit, pa me bërë asnjë punë. Ai theksoi se me ardhjen e tij në krye të komunës, këto keqpërdorime do të ndalen, duke shtuar se Gostivari, sipas tij rënuar nga qeveriset e mëparshme, do të rilinë sërish. Me ardhjen tonë, këto militant partijak nuk do kenë më mundësi të marrin parat e qytetarëve të Gostivarit edhe të bëjnë aktivitete politike për Aleancën Shqiptare. Të gjithë parat e buxhetit do të shfrytëzohen për të mirën e Gostivarit, për të ndërtuar Gostivarin, për të bërë Gostivarin qytet më të pastër dhe do të realizojmë projekte të mëdhaja që do shkojnë në të mirën e qytetarëve të Gostivarit. Ata thonë me Gostivarin për ta vjedhur, unë thonë me mua për ta ndërtuar Gostivarin edhe ta çojmë Gostivarin përpara dhe të shkëlqeje ashtu siç ka shkëlqyer. Gjithashtu, Bejta bëri të ditur se edhe në periudhën e vijim do të vazhdojë të publikojë, siç i quajti ai, keqpërdorimet e pushtetit lokal gjatë 8 viteve të fundit në komunën e Gostivarit.